Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër ka bërë të ditur zhvillimet më të fundit lidhur me disa raste të evidentuara në territorin e saj, duke vijuar punën për zbardhjen e ngjarjeve dhe ndjekjen penale të personave të përfshirë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër kanë shpallur në kërkim dy shtetas të moshave 26 dhe 20 vjeç banues në fshatin Gucia Re. Sipas të dhënave paraprake, këta shtetas dyshohet se gjatë ditës së djeshme kanë vjedhur një motomjet në banesën e një 26 vjeçari në qytetin e Shkodrës. Vijon puna për kapjen e tyre dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Në një rast tjetër, po nga specialistët e këtij komisariati, janë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për një shtetas 18 vjeçar banues në Shkodër, i cili dyshohet se ka kanusur me fjalë një të mitur 17 vjeçar për motive të dobta. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në postën e policisë Theth kanë referuar materialet në prokurori për një shtetas 61 vjeçar, pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje në një zonë të mbrojtur në fshatin Theth, duke shkelur legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e territorit. Të gjitha materialet procedurale janë referuar në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për vijimin e veprimeve të mëtejshme ligjore.